nga cilësitë e padrejtësisë, e zullumit dhe diktaturës, sidomos kur ajo, më thënë, është larg rrugës besimit dhe është armike e rrugës besimit, është që ato që përmendën që ata e tregojnë atë forcën e tyre, arrogancën e tyre pikërisht ndaj njerëzve të dobët. Dhe kjo nuk është vetëm në historinë e Islamit apo në rastin e Sumejes, po të shikosh të gjitha historitë e Kuranit famulart ndaj grave. Faraoni forcën dhe fuqinë e tij e tregoi ndaj kategorie njerëzish që nuk kishin fuqi, nuk kishin mbështetje. Më në fund pastaj tregoi ndaj bashortës së tij, që po ashtu ishte njeri i vetëm. Mirpo Zoti tregoi shembullin e faraonit që me gjithë pushtetin e tij, mllefin që ka, do t'ia mbyll gojen edhe t'i heqë besimin kësaj gruaje, ndërsa ajo e vetme nuk ka asnjë forcë, asnjë pushtet, ka vetëm një gjë, ka besimin në Zot, se si ajo në fund rezistoi dhe gjithë pushteti dhe arroganca e faraonit dorëzohen dhe janë të pafuqishëm përballë kësaj gruaje. Gjatë gjithë historive kuranore do të gjejmë pikërisht që padrejtësia dhe zullumi kur verbohen, mllefin dhe arrogancën e tyre e tregojnë pikërisht ndaj njerëzve të dobët. Ashtu ishte edhe elita apo paria e Kureshve, Mekase, të pafuqishëm për të argumentuar besimin e tyre, të pafuqishëm për të përballur me Islamin dhe me muslimanët e parë, forca dhe fuqia që kishin në dorë ishin ta tregonin pikërisht mllefin, urrëtien, inatin e tyre ndaj atyre muslimanëve që ishin bërë musliman por nuk kishin mbështetje, ndaj Bilalit radhiyallahu anhu apo familjes Yasirit apo ndaj Sumejes. Edhe kjo është, siç e përmendë, është traditë gjatë gjithë jetës njerëzore, edhe sot në kohën moderne. Po të shikosh treguesi i padrejtësisë dhe i verbrisë në padrejtësi është pikërisht ky mllef, ky inat që tregohet ndaj njerëzve të cilët janë të pambrojtur.